Mirëmbrëma të nderuar. Ligji për përfaqësim adekuat dhe të drejtë pas një rrugtimi të gjatë nga Komisioni Venedikut në qeveri, nga qeveria ka arritur në kuvent, edhe pse ishte planifikuar që i njëjti më 10 qershor të kalojnë në seancën e parë në lexim të parë. Kjo gjë nuk ndodhi për shkak të mungesave me gjas të propozuesit të ligjit, zëvendëskryeministrit të parë zotit Bekim Sali. Çështja e ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, çfarë do të rregullojë dhe pse opozita këtë ligj nuk e mbështet. Në të njëjtën kohë, përplasjet mes BDI-s dhe Vlenit vazhdojnë për sa i përket zbatimit të gjuhës shqipe. Koalicioni Vlen akuzon BDI-n për zyrtarizimin e Serbishës në Kumanov, derisa BDI akuzon funksionar të Vlenit, të cilët do të trokasin mos zbatimin e gjuhës në institucione shtetërore. Këto dhe të tjera që ndëlidhen edhe me çështjen e provimit të jurisprudencës, zgjidhje të cilën BDI e cilëson si gjysmake, ndërkaq koalicioni Vlen e artikulon si një arritje historike. Këto dhe të tjera në sonte do t'i bashkëbisedoj me dy përfaqësues të dy subjekteve politike. Nga BDI kemi zotin Ilir Hasani. Mirëmbrëma zoti Hasani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Ndërkaq nga koalicioni Vlen kemi zotin Admir Shabani. Mirëmbrëma zoti Shabani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta dhe faleminderit për mundësinë që krijoni që të sqarohemi se po bëjmë punë të mira gjatë kësaj qeverisje. Shumë mirë. Tani do ta shohim edhe do ta kuptojmë edhe më qartë duke parë edhe pjesën ose anën kritike të oponentëve tuaj politik. Po e filloj me ju zoti Hasani, me që vini edhe nga kuvendi dhe ushtroni pozitën e deputetit. Çështjen e ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, nga foltorja e kuvendit ju e cilësua që është një leç ose cilësua si një letër bosh apo flusk që nuk ka përmbajtje. Pse BDI nuk e mbështet këtë ligj? Faleminderit që e keni përcjellë edhe fjalimin tim në kërkesën time që ky ligj të hiqet nga rendi i ditës, po për fat të keq ajo kërkesa ime që propozim ligjit të tërhiqet nga rendi i ditës nuk kaloi. E quajta një flusk, me që fluska shkrihet. Pak në qoftë se nxehet situata, fluska borës shkrihet dhe nuk mbetet asgjë nga e flusk. E quajta letrës brazët se në këtë propozim ligj, i cili një periudhë të gjatë kohore është mbrojtur me masa sigurie maksimale nga ana e Vlenit, që të mos e shohim. E lema që të integrohen opozita. Po, e vërtet, edhe pse kishim paralajmëruar një debat publik realisht, është u publiku shumë vonë, pasi arriti nga... Që të mos e shohim, e sidomos nga njëri ndër ministrat i cili ishte më shumë të përgjegjës për këtë çështje nga Arben Fetaj, i cili tash po i shpërlan duart dhe po thotë se kur zhos ka ndodhur, unë i kryta punët e mia dhe unë po shkoj tash po kthehem prapë në Belgjik, pa marrë ndonjë përgjegjësi se ka bën një dëm shumë të madh në këtë qeverisje jo aq të shkurtër, po ashtu po thonë tash. Unë nuk e di, unë s'jam në qeveri për më mund me ditë. Dhe pas një rrugtimi të gjatë, i cili shkoi në Komisionin e Venecias, dhe pas shëtitjes në Komisionin e Venecias, prej disa muajve, fati madhën e thash edhe në kuvent, se fati madh që zbriti nga anijet e Venecias se dal nga dalja po na kthehet mbrapa. Në fund e pam versionin final të propozim ligjit, i cili duheshte sot të kaloj në kuvent në lexim të parë. Për fat të keq nuk ndodhi për shkaqe shumë banale dhe shumë teknike, se pas munguar dikush nga qeveria që do duheshte ta lexojë atë ligj, propozim ligj, dhe të na binde neve se nuk ka propozim ligj më të mirë se ai. Tash ne si Bashkim Demokratik për Integrim kemi dhënë kritikat e tona prej momentit kur e kemi pa ligjin, dhe duke marrë parasysh se ky ligj buron nga një antishqiptare e përbetuar, si që është Karakamisheva, në një kombinim me disa kolegë të saj të tjerë, të cilët me çdo kusht po mundohen që të arsyetojnë ligjin, i cili është një ligj, pra po e them, në letër të bardhë dhe nuk ka asnjë përmbajtje, nuk ka një pse themi se ligji nuk ka vlerë, se nuk ke formë ose mehanizëm për të vlerësuar ose për të cilësuar se sa duhet të punësohen në një institucion. Dhe pas asaj,
nuk kemi mehanizma mbrojtës në qoftë se ndonjëri nga përfaqësuesit e institucioneve e thënë një rregull e cila rregull nuk ekziston. Unë po jap një shembull shumë të thjeshtë. Ja që tash në klinikën ku punoj unë, themi hapet konkurs për 20 vende të punës. Dhe cili është mehanizmi në bazë të këtij ligji, i cili do sigurohet, do i tregojë atij udhëheqësit të institucionit, do i tregojë se sa shqiptar duhen të punësohen ose sa maqedon duhen të punësohen. Të gjitha i mbulojnë ky ligj në frymën e meritokracisë. Një frymë e cila unë nuk jam kundër asaj, po meritokracia, bashkë ky ligji për përfaqësimin e drejtë. Çka ka lidhje me përfaqësimin e drejtë meritokracia? Dojnë ende të thonë se shqiptarët janë ata të cilët nuk kanë nivel të inteligjencës të lartë, sikur që ishte para viteve të 2000-ta, kur ne ishim të përfaqësuar me 0,2% në institucione shtetërore. Ose dojnë të thonë se shqiptarët nuk e meritojnë një pozicion të tillë dhe ne në ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat do i fusim meritokracinë. Çka ka të bëjë meritokracia me ligjin për përfaqësimin e drejtë? Dakor, zoti Hasan, do dëgjojmë edhe do diskutojmë edhe tutje mbi këtë çështje. Zoti Shabani e dëgjuat edhe shembullin konkret që mori zoti Hasani, po mesjerash, pse ju vlerësoni? Aktualisht ju jeni zëvendësministër në mbrojtje, po megjithatë jeni përfaqësues i koalicionit Vlen, pse vlerësoni se ky ligj është i mirë dhe duhet të votohet? Sepse pikë së pari bisedohet për një ligj i cili zëvendëson një mjet i cili ka funksionuar deri para pak kohësh dhe mjet i cili jepte hapësira të jashtëzakonshme për keqpërdorim. Sepse duke pasur parasysh këto të dhëna dhe këto situata që keqpërdoreshin nga ana e kandidatëve gjatë aplikimeve në konkurse të ndryshme të cilët shpalleshin nga institucionet, vërehet që një vegël si balansuesi është vegël e kotë. Aq më tepër që të njëjtën gjë e kanë vlerësuar edhe ministra dhe zëvendësministra të institucioneve të ndryshme të cilët kanë qenë të nominuar dhe kanë ushtruar funksionet në për ato pozita nga ana e BDI-s. Konkretisht në strategjinë për reforma në administratë në kohën kur ministër ka qenë Jeton Shaqiri, është bërë kjo strategji ku është në formë decide është konstatuar se balanserin nuk e luan rolin e vetë dhe njëti për hir të korrekcisë zoti Shabani, në atë periudhë kur është përpiluar strategjia për reformën e administratë, ministër ka qenë zoti Azir Aliu. Pasi ka ardhur zoti Admir Emali, në fakt ka qenë zoti Admir Emaliti, pasi ka ardhur zoti Azir Aliu, dhe në këtë periudhë është përpiluar kjo strategji. Sidoqoftë ka dokumentacione nga institucion, për shembull, nga Ministria e Financave, cila dakordohet me pjesën përmbajtëse të kësaj strategjie. Në thëmë pjesë përmbajtëse të kësaj strategjie është edhe konstatimi ku thuhet se balanceri nuk e luan rolin e vetë dhe nevojitet mehanizëm tjetër për sigurimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, praktikisht dhe i jepet fokus asaj që është kompetencë, profesionalizëm gjatë marrjes së një vendi të punës gjatë konkurimit në ndonjë konkurs. E tash, t'i kthejmë asaj që përmendi zoti Hasani. Cilat janë mehanizmat që do ta garantojnë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në këtë ligj, janë pikërisht plani përpunësimi i cili do të bëhet apropo këtij ligji dhe metodologjia e cila do të bëhet në afat të caktuar kohor pasi të hyjë në fuqi ky ligj dhe në bazë të së cilës do të përcaktohen edhe punësimet. Po prap, fokus kryesor do të mbetet profesionalizmi dhe kompetencat të cilat do t'i kenë kandidatët, ndërsa çështja e etnisë, në rastin konkret edhe atë që edhe ju e keni pranuar, do të garantohet me anë të metodologjisë dhe planeve për punësim dhe atë do të garantoj trupi koordinues i cili është si rezultat, formimi i këtij grupi është si rezultat i këtij ligji. Pra, zoti Shabani, vetëm edhe një sekond si dua të theksoj edhe diçka tjetër që ndoshta deri më sot në debate publike nuk është potencuar. Ajo është klasifikimi i universiteteve ku shumica
dërmuese studentëve janë shqiptarë. Ato janë Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore, të cilat në bazë të dokumentacioneve të mëparshme, në bazë të vendimeve të mëparshme rangohen shumë më dobët nga se rangohet Universiteti Shën Kirilli dhe Metodi, Universiteti i Shtipit, dhe këto vendime janë sjellur pikërisht në kohët të tjera. Në Agjencinë e Administratës për herë të parë kjo çështje edhe problematikë është ngrit nga kjo studio. Okej. Po, për këtë që po flisim. Tamam, po sidoqoftë, është situatë e cila kandidatët shqiptarë gjatë konkurimeve në për konkurse publike i sjell në situatë të disfavorshme pikërisht për shkak të shumëzimit të kuotës të cilën e jep një universitet, për shembull Shën Kirilli dhe Metodi dhe Universiteti i Tetovës. I bën që një student me notë mesatare 10.00 nuk është absolutisht i barabartë në bazë të kuotës së shumëzimit me një student i cili diplomon në Universitetin. Tani nga pozicioni që jeni ju, zoti Shabani, nuk duhet ngrisni shqetësime, duhet të ofroni zgjidhje për këtë problematikë. Absolutisht, dhe me atë edhe do të merremi edhe me këto çështje. Po. Sigurisht që po. Mirë po, tani për tani jemi duke u marrë me ligjin për përfaqësim dhe të drejtë dhe adekuate. Dhe njëherë potencoj të drejtat të cilat i jepen dhe obligimet të cilat i jepen trupit koordinues sa i përket zbatimit të këtij ligji nuk janë edhe të vogla. Sanksionet të cilat parashihen në këtë ligj pikërisht fillojnë në vetë kandidatët të cilët ndoshta do të tentojnë që të gënjejnë kushtimisht thënë gjatë aplikimeve në edhe sanksioni 3 muaj nuk kanë të drejtë aplikime. Absolutisht po. Sanksion ju duket sanksion i rënd ky? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Vetëm 3 muaj mos të ketë drejtë. Sigurisht që po. Mirë. Po, zoti Hasani, kishit replikë? Po, patjetër. Shumë është shqetësues zoti Shabani për të gjitha ato, me qenë në pozitën e juaj, edhe unë do ndihesha shumë vështirë dhe shumë rënd për shkak të 2 arsyeve. Një arsye e parë është se jeni me vetdije të plot duke bërë të gjitha ajo që është duke u bërë, edhe të gjitha ajo që është ndodhur, duke respektuar edhe inteligjencën tuaj, edhe të përfaqësuesve të Vlenit, me një retorik shumë klasike, shumë retorik të përsëritur, duke bërë të pamundurën që të bindni opinionin se jeni të e bën maksimumin për çështjen e ligjit për përfaqësimin e drejtë, edhe për çështje tjera vlen, po momentalisht edhe konkretisht jemi të folë për çështjen e përfaqësimit të drejtë. Jo rastisht e them se nuk ke mehanizëm, se nuk desha të replikoj dhe të ndërpres, po nuk shofun mehanizëm se si mundet të vlerësoni se sa në konkurs do punësohen shqiptar prej në qoftë se hapet konkursi. Nuk e shofat mehanizëm unë. Nuk keni plani për punësim dhe metodologjin, plani bëhet në fillim të vitit dhe përfundon në fund të vitit me një farë dënimi i cili të themi në qoftë se dikush nuk ishte farë dënimi, zoti Hasani, ishte mundësi e hatashme. Po bëni më me BDI-n edhe me ballancierin. Ballancieri e ka kry prej vitit 2016 e ka kry funksionin e vet ashtu si është dashur me e kry. Realiteti thotë ne kemi ngrit 2016 ka pas më tepër punësime derisa nuk është vendosur ballancieri. Ballancieri e ka kry punën e vet, edhe ju e shfuqizuat ballancierin me momentin kur erdhët së bashku me Mickovskin. Të cilin edhe ju e konstatuat i cili nuk ishte mjet i 2 vitet e fundit e lat Vëmëron dhe Mickovskin që të bëj punësime dhe të përbuz të gjithë dinjitetin e shqiptarve me numër të punësuarve që i ka bë numër mizerabël të punësuarve, dhe kjo është një shqetësim që po e ngriti, e kom ngrit, edhe e kom ngrit qysh në fillim duke e ditë se mos e shfuqizoni balancerin deri në momentin kur të vije ligje për përfaqësimin e drejtë. Balanceri u shfuqizua në mënyrë rapide në momentin kur e morët pushtetin. I keq i mirë ka pas mehanizëm kontrollues. I keq i mirë balanceri e ka kry punën e vet viteve të cilët ka qenë. As nuk po e lavdroj balancerin, as nuk po e kritikoj. Janë ata njerëzit e shohin të cilët në kohën e balancerit ka pas sa punësime shqiptar dhe sa punësime sot bon shqiptar. Më tepër punësime ka pasur në institucionin ku punoj unë. Prej momentit, qysh?
më tepër punësime ka pat kur nuk ka ekzistuar balanseri dhe prej momentit të hjekjes së balanserit janë diku mbi 2500 punësime. Se po ktheni atëherë, pse s'pe krahasoni këto 2 vitet e fundit 2500 punësime zot Rasan. Ju mund të shpekuloni sa duni. Asnjë shpekulim. Po as pak nuk është e vërtetë. 2500 punësime. Çdo ditë ke punësime që unë po nisem për secili le të folë, krejt le të na ndëgjojnë, secili prej vendit ku është i punësuar. Ja, unë po edhe vetëm tregoj vetëm pa mbrojtjes. unë po them prej unë aty ku jam i punësuar. Për momentin në klinikën time ku jam i punësuar janë të punësuar më shumë se 15 mjek Maqedonas. Mas një nuk është shqiptar. Mundet një, mos gabofsha. Dhe po vazhdon ky trend i punësimeve pa as tash u punësuan 3. U transferuan me pëlqim të thjesht, në punësime, po me pëlqim me transfer. Ta dëgjoj këtë vetëm të duhet të në qoftë se vazhdoni edhe pas 2 viteve të kritikoni se çka ka ndodhur para 2 viteve, ju e keni harxhuar të kartë. Vleni e ka harxhuar të kartë. Dhe të njerëzit, sidomos të njerëzit. Dhe për çdo gjë që po dështoni sot dhe më tutje, ju nuk mund të arsyetoni me BDI-n. Është një retorik shumë jo që s'ka gabime. Humana eratum humana est, është gabimet janë njerëzore. Dhe nuk është që s'ka pas gabime, kam thonë 100 milion herë. Dhe në ato gabime unë kam qenë kritikuesi më i madh, edhe i brendshëm i BDI-s, po edhe sot jam kritikues shumë i madh edhe i Vlenit. Kështu që nuk mundeni më të vazhdojnë të arsyetoni provimit jurisprudencës që eksponent tuajna për debatet. Jo, zoti Shabani, sepse veç e hapët çështjen e punësimeve në mbrojtje, thatë ka punësime. Sa shqiptar janë punësuar në mbrojtje? Në fund, periudhën e fundit, prej momentit kur e kam marrë unë pozicionin e zëvendës ministrit, kam të punësuar në grupin e parë 10 shqiptar, në të komplet është respektu çështja e përqindjes, dhe po vazhdojmë edhe çështjen e avancimeve në Ministrinë e Mbrojtjes. Si janë punësuar këto me kontratë në vepër? Jo, me vendim. Me vendim pune. Ta shërëm sepse përmendet një shifër të lartë, 2500 punësime janë përmendje edhe në fushatën e zgjedhjeve lokale. I bie që nga tetori nuk është shtu shifra, po është e njëjta. Unë thash, sepse janë përmendur mbi 2500 punësime, 800 avancime, gjithë fushatët. Zgjedhjet lokale ka disa muaj që kanë mbaruar. Po, më shumë se 6 muaj ka. Okej, disa muaj që kanë mbaruar, edhe sigurisht që ka edhe punësime të tjera. Atë që se ka unë, janë mbi 2500 punësime të cilat ne kemi të evidentuar kush kur është i punësuar. Atje potencova, vetëm në Ministrinë e Mbrojtjes, sa i përket të punësuarve në administrat të Ministrisë së Mbrojtjes, janë 10 vetat cilat janë punësuar në kohën prej kur kam marrë funksionin unë. Edhe një fakt, grup prej 10 vetash në Ministrinë e Mbrojtjes, nuk e di kur ka pas aq punësime. Ka pas kooptime prej institucioneve tjera kanë ardhur në Ministrinë e Mbrojtjes, ka pas trillime dhe situata sa për të rritë përqindjen dhe kur e ka lënë pozicionin ai që e ka ushtruar detyrën, të njëjtat persona të cilat kanë qenë marrë prej kazermave si personel ushtarak sa për të ngritur numrin dhe përqindjen e Ministrinë e Mbrojtjes, janë kthyer në vendet e tyre dhe përqindjet kanë. Zoti Shabani, por qenë korrekt edhe me opinionin publik. Unë ngrit një pyetje, të rikthehemi tek çështja e ligjit, pastaj për të kaluar tek tema tjera. Unë ngrit një pyetje shumë e natyrshme, edhe këtu kemi diskutuar shpesh herë që si do të rregullohet çështja e punësimit. Në këtë rast ju jeni përfaqësues të shqiptarëve dhe ne pyesim natyrisht për ata që ju i përfaqësoni, çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione, çështja e kuotave etnike. Nëse balancuesi ka qenë me gjithë ato të meta që i ka pasur, në fund të ditës kur është hap një konkurs është precizuar 5 Maqedon, 3 shqiptar ose anasjell tash. Edhe realiteti i finalizimit të atij konkursit ka qenë totalisht ndryshe në varësisht prej ushtruesit të detyrës ose barcit funksionit në atë institucion. Shumë mirë, po tani si do të rregullohet? Them direkt pasi që kam punu direkt me zbatimin e konkurseve si shef i resurseve njerëzore në një institucion. Mos ta diskutojmë këtë kaluar. Ai balancuesi shkoi në histori. Tani përmes këtij ligji, zoti Shabani, dakord, mirë që e keni hetu këtë keqpërdorim, keni marrë masa, e keni shfuqizuar dhe tani këtë ligj që po e sjellni, si do ta plotësoj këtë
vakum ose këtë hapësirë? Në vetë ligjin parashihet sjellja e metodologjisë për caktimin e punësimeve. Tani ju po i thoni deputetëve, votoni një ligj, metodologjinë e të cilit nuk e dini akoma. Kur është votu ligji për të punësuar në sektorin publik, njëjtë është përmendur metodologjia dhe as kërkundi në ligj nuk është përmendur balansuesi. Pastaj është vendosur si vegël në vetë metodologji. Këtë po a them në mënyrë burimore sepse kam punu direkt me zbatimin e këtij ligji në institucionin ku kam qenë më parë i punësuar. Po. Ta vëzhëm një replik? Shumë e thjeshtë. Kemi prit 2 vjet. Ajo që është përcaktuar si numër, finalja, nuk ka prodhu realitetin. Në me thonë, ke pas në bazë të planit vjetor për punësim, ke pasur 20 punësime, prej të cilave, në varësisht prej përqinjeve cilët i kanë nxjerrë kalkulatori i balansuesit, kanë nxjerrë për shembull 8 shqiptar, 2 rom, 10 maqedonas e kështu me radhë, mirë po gjatë realizimit të konkurseve, realiteti në fund ka qenë komplet të ndryshe, është në varë krejt prej drejtorit, ministrit ose dikush tjetër i cili e ka udhëhequr atë institucion dhe vetë kandidatëve të cilët kanë gënjur gjatë aplikimeve të veta në konkurset e caktuara. Në asnjë moment nuk ka pas mas ndëshkuese, nuk ka pas pengesë ose diçka që do të siguroj që kandidati nuk po e tregon të vërtetën gjatë aplikimit të tij në konkurs. Ashtu rasti kemi me qindra me mira në Maqedoninë. Po tash me këtë ligjin për përfaqësimin e drejtë, kandidati si nuk do të rrejnë, si mund të vlerësoni atë kandidat ju, me që ne kemi pas gabuar më parë, me që balanseri ka qenë i keq. Vetë pranoj që keni gabuar me. Po e pranoj, okej, në rregull, e pranojmë. E kemi lënë, apo? Bëdia tash është në opozitë. Lutem. Tash po mua më intereson, cili është ai mehanizëm me të cilën ju e keni përcaktuar në ligj se ai person është shqiptar ose nuk është shqiptar. Ai person është maqedon ose nuk është maqedon. Për shkak se aty fillon burimi i problemit. Dhe është mas leti, se po më duket sikur po ndëgjoj Arben Fetahin disa herë në shfaqje publike që i ka bë, që po pik lotin në sy, hiç absolut të kemi punsu 600 veta. Ku në institucion? Si ti të cilisht institucion? Mos e ketë njerëz në jemi të po. Tash po shoh në komunë, është sfidu që ta përpilojnë një listë. Koalicioni vlen, po përpilojnë një listë. Të shohim listën ku janë punësuar. Unë mendoj bile se me vërtet ka diçka konsum për shqiptarëve, po frikën edhe për Mickovski që ta japin atë numër. Edhin, me thonë se i kemi punësuar na 600 shqiptar me një institucion, që ku i kemi listën, frikën ta japin ato, po jam i bindur se numri është drastikisht më i vogël. Komuna e Kumanovës nuk kitë punësuar asnjë shqiptar të 2 vitet e fundit, absolut. Në kontratat të gjitha ata të cilët kanë qenë shqiptar me kontrata në vepër, nëpër institucione të ndryshme, para 3 ditë i patë para Ministrisë së Financave, të gjithë ishin pastër shqiptar, aty në të cilët që 2 vite nuk ju ka dhënë vendim pune. Dhe është e turpshme, gjithmonë ka ndodhur, po është e turpshme që të gjithë shqiptarët të largohen për një herë, të shkojnë, të thonë në institucion të thonë ikni, largohuni se nuk na vyni më, se duhet vinë tjerë. Ato që vinë tjerë janë maqedon, nuk janë shqiptarë. Sepse për çështjen e kontratave në vepër është kritiku BDI zakonisht. Kanë thonë se BDI i ka përdor militantët partijak me kontrata në vepër, nuk u ka dhënë vendime për t'i kushtuar pasaj për mbështetje. Për mbështetje. Po ndoshta edhe ka pasur si intenca, ndoshta unë nuk du me arsyetu. Ajo është puna më e keqe, manipulimi me punësimin, me bukën e gojës, edhe në fe është haram. Po mos folim për në aspekt të funksionimit shtetënor. Megjithatë, shifën është shumë transparente, gjithë secili le t'i shohë në institucionin ku punon se si po ecin punët. Ne mundemi tash të argumentohemi. Unë them 0 të punësuar në ESM, ishte atje në institucione ndryshme, unë fillova t'i numroj. Unë t'i fillova t'i numroj edhe t'i evidentoj dikon, s'ka të evidencë. Mund me evidentu, s'unë e më rrin. Zoti Shabani, nuk mundesh me emrin aq sa jemi të neglizhuar, të përbuzun dhe të diskriminuar në këtë kohë që mundem të them se po kthehet koha e apartheidit dhe persekutimit klasik. Është shqetësuese për mua, për të gjithë qytetarët shqiptar në këtë republikë që jetojmë në këtë shtet, se si po përbuzet të gjithë ajo që është arritur një periudhë prej 20 viteve. Vetëm, po du që ta përmbyllin, se
nuk është kjo të u bo pa ndihmën e shqiptarëve që janë në qeveri. Dhe nuk është kjo të u bo në mënyrë të rastësishme dhe ndoshta vëmëroja janë pak më inteligjent se shqiptarë që janë në qeveri të vlenit, jo përkundrazi. Ajo që më shqetëson mua se është me vetdije të plot, po nënshtrohet dhe po i çelet rruga e diskriminimit në shekullin e 21. Një gjatë që nuk duhet realisht të ndodhë dhe për mua është mjaft shqetësuese dhe edhe për të gjithë shqiptarë ka me qenë shqetësuese. Edhe ky ligj që ka me kalu, në qoftë se kalon, ne do i bëjmë të gjitha pengesat administrative që të mos kaloj ky ligj, po për këtë ligj duhet sa herë të dale ky ligj, kështu flusk bore, që ti shpërlahet fytyra shqiptarëve me një ligj i cili nuk ka përmbajtje, duhet të mbushet me shqiptarë para parlamentit, të na përkrahin të gjithë neve, të cilët kemi dalë në mbrojtje të dinjitetit të shqiptarëve. Është paradoksale, zoti Shabani, edhe është kaotike për qytetarët kur dëgjojnë këto versionet. Në njëjtën kohë, ju, koalicioni vlen e kurorëzon si arritje historike. Si cilën paraqitje keni thënë që atë që nuk e ka bë BDI për 22 vite, vlen po e bën për 2 vite. Në anën tjetër, qytetarët dëgjojnë nga tani në këtë rast nga përfaqësues të BDI-s që bëjnë thirrje që mos të kalohet ky ligj sepse është i dëmshëm dhe shkatërues për shqiptarët. Qytetarët nga BDI do të dëgjojnë shumë muhabete dhe përralla për dëmet të cilat ato i kanë shkaktuar dhe tash po i nxjerrin një nga një. Nuk është hera e parë, nuk do të jetë as e fundit, besoj. Po themi që është arritje historike se do të po sjellim ligj i cili ka kalu komplet filtrat ndërkombëtar, ligj i cili është hartuar nga profesionistë të drejtës kushtetuese dhe ligj i cili në vete përmban sigurimin se gjatë punësimeve do të respektohet parimi përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Ajo që është më kryesorja, ligj i cili do të kalojë edhe filtrat e gjykatës kushtetuese pasi që është bërë apropo normave kushtetuese, ndërsa zbatimi i këtij ligji do të rregullohet edhe një herë dhe me qindra herë dhe sa herë që ta kemi mundësinë do ta cekim dhe do ta potencojmë, do të zbatohet dhe të sigurohet që të zbatohet në përpikmëri nga ana e trupit koordinues i cili do të merret me institucionet për të siguruar zbatimin e këtij ligji, nga vetë metodologjia e cila do duhet të krijohet. Zoti Shabani, këtu e ka shpjeguar edhe njëri prej dhe sigurisht gjatë hartimit të planeve për punësim në për institucionet e caktuara. Njëri prej antarëve të grupit punues, pra zoti Shasivari, e ka shpjeguar këtu në insistimin ton për ta kuptuar qartë që në rast se konstatohen shkeljet, cili do të jetë veprimi i këtij trupit koordinues, a ka të përcaktuar diçka në mënyrë ligjore. Zoti Shasivari ka thënë që kjo punë rregullohet me përgjegjësi politike. Absolutisht po, dhe në rastin konkret duke krahasuar ligje tjera tek të cilat parashihen gjoba minimale, besoj dhe jam i bindur që përgjegjësia politike është shumë më e madhe në rastin konkret, pasi që tani në këtë rast, nëse marrim një shembull, ta mbaroj vetëm. Po. Jemi dëshmitar që në mos respektimin e disa ligjeve të caktuara nuk ka as pak epilog si është rasti i iniciativave në për gjykata për mos respektimin e ligjit për gjuhën shqipe, edhe ligje tjera të cilat përfundojnë në për gjykata, mirë po epilog prej tyre nuk ka as pak, ndërsa në këtë rast përgjegjësia politike është ajo e cila në këtë rast garanton se përfaqësuesit e institucioneve, drejtuesit e institucioneve do të kenë patjetër të respektojnë normat e këtij ligji dhe do patjetër të respektojnë metodologjinë dhe planet për punësime nëse nesër nuk duhen të shkarkohen dhe të nxirren para opinionit. Nga mysafirë tjerë që kemi pas të ftuar këtu, kanë pyetur kështu. I bie që nëse përgjegjësia politike është mekanizëm që rregullon këtë çështje, inspektorati për përdorimin e gjuhëve sot ka konstatuar, do me thonë, nuk më flas për sot këtë ditë, po do me thonë tani në këtë kohë, ka konstatuar shkelje ligjore nga Ministri i Drejtësisë, zoti Fillkov. Çfarë përgjegjësie ka dhënë zoti Fillkov? Në rastin konkret, inspektorati, nëse qoftë se ka konstatuar shkelje nga ana e Ministrit Fillkov, në bazë të kompetencave të cilat i ka inspektorati, do duhet lëndën si lëndë ta drejtojnë në gjykatë.
Ju besoj që po më kuptoni, zoti Ju Shabani, kuptoj sepse shumë ideja mirë, është a ka kapacitet potencial ta zon partneri shqiptar në një qeveri, jo ju në këtë rast, po dhe ata që do të vinë pas jush ose ju që do të vazhdoni që të bëjnë presion, sepse trupin koordinues e përgjell qeveria dhe raporti duhet t'jepet në qeveri. Dallime esenciale. Në qoftë se trupit koordinues jepet ajo e drejtë dhe mundësi që para tyre ta thirin në përgjithësi përfaqësuesin e ndonjë institucioni të caktuar dhe të kërkojnë përgjegjësi politike për ti çka do të rezultojë me shkarkim, në rastin konkret të inspektorati i gjuhëve, procedura kur konstatohet shkelje përfundon në gjykat, sepse edhe ky është një prej ligjeve i cili direkt dhe inspektorati, puna e inspektorati nuk i lejohet në bazë normave ligjore që direkt shqiptoj gjobat, prandaj lëndët duhet t'i dërgoj në gjykat dhe epilogu në gjykat është ky që është nga gjitha lëndët e deri tanishme, vetëm një lënd ka epilog dhe ajo si rezultati asaj që kjo lënd i është dhënë një gjykat si shqiptar në Tetov. Ministri i cili është i gjobitur e dini edhe vetë nuk ka nevojë ta përmend. Po, ish ministri arsimit. Zoti Asadi, të plotësohemi pak. Po. Se i përket ligjit për përfaqësimin e drejtë, se mbeten edhe disa gjëra të cilet nuk janë thënë. Ligji për përfaqësimin e drejtë me një tendencë të dukshme, shumë aparente, po vanohet çdo ditë më shumë, po ngel çdo ditë më shumë. Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive, e cila duhet një komitet i cili duhet të formohet para 2 viteve, është formuar para 2 javëve si duket, dhe aty kryetari i komitetit është Fatma Azizi. Me një tendencë shumë të themi malinje, është bërë që në këtë komitet ky ligj të votohet me badenter të vogël, po e them badenter të vogël dhe badenter të madh, që ta kuptojnë edhe qytetarët se me badenter të vogël do të thot nga të pranishmit dhe me badenter të madh do të thot nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët janë të përkatësisë jo maqedonase. Që do të thot se do duhet t'i numrojnë çdo ditë në seancë parlamentare se sa i kanë numra. Nikola Micevski non stop i numron, ai veç vjen kështu edhe i numron me numër, me gisht kështu i numron tan kohën i thotë, ju kështu që kishini mirë 10 e ja vona frimit të që me sy, thot, heke, largoje, mos e voto këtë ligj. Kështu që kontrollën në parlament nuk e ka Afrim Gashi, po e ka komplet Nikola Micevski si kryesuesi i grupit parlamentar të VMRO-s. Dhe shqetësimi im, hajde se po e bim një ligj. Po e bim një ligj, i cili është ligj për përfaqësimin e drejtë. Në të cilin me shpirt vleni po thotë se është ligji më i mirë i mundshëm, edhe ne jemi shumë dëmb, jemi kështu shumë inteligjencë të ulët, edhe ne nuk e kuptojmë se kjo është një manipulim i radhës që po ndodh para syve të opinionit, edhe gjithë opinioni po e shef, me ose pa ato pallavra të cilet po i thoni tan kohën se BDI i ka bo, edhe me arsyetimin se BDI-ja 20 vitet e fundit i ka bo, edhe po shhes koha edhe më tutje, edhe kurrë nuk po bën vleni më shumë. Po pse nuk e vlerësuat këtë ligj? 22 vite pse nuk e vlerësuat këtë ligj me aq dinjitet që të bëhet me badenter të madh të votohet. Dhe ky ligj është njëra ndër shtyllët e marrëveshjes së Ohrit, ku është gjuha edhe këto simbolet kombëtare. Kjo është një ajo shtylla, bazamenti i marrëveshjes së Ohrit. Dhe me çdo kusht po mundohet sa më shumë me vonu. Kjo sot që nuk ka marrë pjesë përfaqësuesi i qeverisë në kuvend, për mu mund të interpretohet në të gjitha mënyra. Dhash Zoti se ka pas vërtet angazhim përfaqësuesi i qeverisë, nuk ka qenë këtu në Maqedoni, ashtu si po interpretohet, po e kam një përshtypje se çdo ditë që po kalon po mundohen me fitu në kohë që të ketë një gap hapsin. Këto i thonë window of opportunity ose dritarja e mundësisë së maqedonasve që të punësohen pa kontroll. Pa kërfar kontrolla janë të punësu në gjitha institucionet. Ka ta kthejsh janë të punësu maqedonasit e shqiptarët, edhe ato që patën mbeten me kontratë në vepër, edhe ato kadër po largohen. Po të thoni që balanceri e ndërprit tek këtë gjë. Po, definitivisht. Po, definitivisht. Siguroj që jo. Definitivisht po, edhe ju mundeni sidoqoftë që të thoni. Po ju siguroj që jo. Ju lutem, në
edhe me balanser edhe pa balanser, në periudhën kur Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë në pushtet. I ka pas të themi në shëndetësi kemi pasën 30 drejtora plus, Drejtorët ekonomik, të cilët erdhët edhe thatë se ne do e bojmë punë të madhe, të hekim drejtorët ekonomik. Pse hekët drejtorët ekonomik? Të e ditë se ata janë bë me qëllim, me vedije të plot për të balansu atë disbalansin, atë balanserin që po e kritikojmë, për të implementu. Tash me shka do implementoni ju këtë ligjin për përfaqësimin e drejtë nëse nuk keni as kvota, nuk keni as balanser, nuk keni as mehanizëm në ligjor, nuk keni as gjatë të planifikume në këtë ligj, po bile nuk keni edhe as dënime, po do kemi në fund të vitit një farë përgjegjësie politike, hipotetike dhe jo pragmatike. Si duket nuk... Unë vetëm jam pragmatike dhe duhet të them se duhet ta ezaurojë çështjen e ligjit. Nuk themi që nuk ka mehanizma në ligjor për vetë. I thash Erben Taravarit në atë kohë, edhe në kuvend, edhe në komision, mos se jetu bo gabim trashanik, e sot i ka rapi shmon, po mirë që e ka pranu që nuk është në rregull. Atë që morët në koalicionin gabimtar. Vetëm 4-5 drejtorë të cilët i kemi në aty. Vi në taborin tuaj që ti bjerë pishman. Po i bjen ashtu se... Po shife, edhe ju sigurisht do ktheheni në taborin tonë dhe do i vini pishman për të gjitha të bërët dhe të pabërët. Absolutisht jo, ka shumë gjëra zotri Hasani të cilët dita po dalin. Jo, derisa koalicioni vlen në bojë një subjekt me 6 do të vazhdojë rrugtimin pa u kthyer në taborin tuaj. Vetëm i kisha lut që jo që po du me mbrojt Bashkimi Demokratik për Integrim, mos tingëllojë si mbrojtje. Po janë lodhë qytetarët, ty ndëgju, dhe në çdo veprim që ose mos veprim dhe në çdo gabim, BDI-ja ka bë, BDI-ja ka faj, BDI-ja... Jo, BDI-ja nuk e ka bë, se po të kështë bë diçka nuk kishim ne kësi lloj probleme... Bashkimi Demokratik për Integrim e legalizoi gjuhën shqipe. Bashkimi Demokratik për Integrim... Ku e ka legalizuar gjuhën shqipe, që sot me protesta dhe me situatat... E ke ligjin, falë, në qofse ty me lezu në ligjë shkru, sakë se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim u ala në dorë juve kryeministrin shqiptar, me një kryeministër shqiptar edhe me... Teknik. Po ju as teknik s'po mundini. Teknik. I la me 12 shqiptar, ministra, kanë qenë në funksion. Edhe po trokitni të dera për 4 ministri. Qysh? Po trokitni të dera për 4 ministri. Po tentoni të bëni pjesë të qeverisë me 4 ministri, po... Atë është, asi spekulime, asi muhabete s'ka së të dush. Homenis në asi muhabete, këtu nuk përfundon muhabeti, kur? Unë po foli me argumente, a ju po foli me spekulime. Vazhdoj me çështje tjera, sepse... Mundë të vazhdoj. Jo, sepse koha po e. Zotë Shabani, krahas ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, që tashmë është kuvend, me gjallë do diskutojmë tutje, po vazhdoj me tema tjera që kemi para parë, si që është çështja e jurisprudencës. Grupi punues ditën e hënë u taku me kryeministrin për të dërguar draftin, propozim draftin dhe për të marrë vesh për zgjidhjen finale. Një ditë më vonë, ajo që me gjatë se keni parë edhe ju, kur pyetet zoti Mickovski, kryeministri, se çfarë u diskutua me grupin punues për çështjen e jurisprudencës, kryeministri me përgjigjet me asgjë. Tani ju jeni përfaqësuesi koalicion Vlen, me gjatë keni dëgju edhe keni diskutuar tutje se cila do tjetë zgjidhja finale për çështjen e provimit të jurisprudencës. Atë që e kemi shpalosur, tani ma nuk bisedohet se si do tjetë, kjo çështje është definuar, provimi i jurisprudencës do të jetë në gjuhën shqipe. Bisedohet për 9 provime, për cilave 2 janë të pjesës praktike, ndërsa 7 atyre janë në pjesën teorike dhe të cilat do t'jepen në gjuhën shqipe. E di që do t'intervenoni me pyetjen për çështjen e këtyre 2 provimeve të cilat janë... Po, sepse kërkesa e studentëve ishte... Edhe këto realisht llogaritet... Provimit jepet i plot. Absolutisht që t'jepet i plot, mirë po, duhet të kemi parasysh që baza për dhënien e provimit, e kam fjalën këtu për pjesën praktike,
merret lënda reale nga gjykatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nuk ekziston lëndë reale që është në dy gjuhë apo në gjuhën shqipe në për gjykatë. E kam thonë edhe këtu. Tani me këtë zoti Shabani, me këtë apo e vulosni që gjykatat vazhdojnë vetëm gjuhën maqedonase? Jo, nuk po vulosim asgjë, thjesht po e gjem mehanizmin që studentët të diplomuarit të fakulteteve juridike shqiptare, të cilët mësimin e kanë ndjekur në gjuhën shqipe, ti nështrohen provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. 7 provimet e pjesës teorike do t'jenë në gjuhën shqipe, pjesa praktike do t'jetë me asistencë për studentin në gjuhën shqipe. Arsyeja është që nuk ekziston asnjë lëndë e vetme për momentin në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në dy gjuhë. Bisedohet për lëndë reale, për dosje reale me qindra dokumente brenda, prej së cilës studenti, aplikanti për provimin e jurisprudencës, do të ketë mundësi që me asistencë për përkthim të marrë dhe të krye detyrën e vetë dhe të japë edhe ato 2 provimet në po të njëjtën gjuhë, në gjuhën shqipe. Do të ketë asistencë gjuhësore, pasi që nuk ekziston mundësi tjetër për këto dokumentacione originale të lëndëve në gjykatat në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që nga 90-ta e këndej nuk ka asnjë lëndë të vetme në 2 gjuhë. Edhe pse ligji është mënyra më e lehtë. Pyes. Po ç'ndodhi me ty kryetarët, si po i thoni bashkëkryetarët tuaj, që në mënyrë sinkronizuar thanë provimi jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Provimi jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Një ditë para protestës. Provimi e jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Mirë, po jo i plot. Okej, në rregull, unë nuk mund të nderuar student. Provimi i jurisprudencës u bën në gjuhën shqipe. Po, zoti Shabani. Për shumë mirë. Zoti Shabani, provimi shqipe është ajo që nuk ekziston një lëndë e vetme në gjuhën shqipe. Dakor, edhe pse zoti Shabani këtë zgjidhje studentët e refuzuan, thanë nuk e pranojmë këtë propozim. Keni dëgjuar? Po, kam dëgjuar. Dhe unë po ju garantoj nga ky pozicion studentëve dhe nga të gjitha bisedimet të cilat janë bërë që në bazë të kësaj oferte, jo oferte, po në bazë të kësaj zgjidhje të cilën e japim, provimi i jurisprudencës është në gjuhën shqipe. Dhe jo vetëm kaq. Bisedohet tani më për gati 10 provime të zgjedhura që jepen nëpër institucione të ndryshme që tashmë për merit të vlenit dhe ekskluzivisht të vlenit jepen në gjuhën shqipe dhe në periudhën që vjen do të jenë diku rreth 50 provime për provime profesionale dhe provime për licencat të cilat do të mund të kandidatët të nënshtrohen në gjuhën shqipe. Shumë shpejt do të fillojmë të dalim një nga një dhe do të shifni se edhe ato tjerët provime sikur ky provim i jurisprudencës. Më gjeni në mënyrë tjetër ju zotëri Hasani se si mund lëndën originale dhe atë që ju e promovoni se gjuha shqipe tani më është zyrtare komplet në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe më gjeni një lëndë vetme prej 1990-s, prej kur është formu Republika e Maqedonisë deri në ditën e sotme. Unë tash më qet juve lëndë? Jo, po. Unë më qet edhe mënyra? Po ju e patët mundësi, zotëri Hasani. Mendoj, falni ama. Një vit pas mbarimit të. Është mirë me thon. Jo, është shumë mirë me thon deputetja juaj, kolegja juaj gjatë një prononcimi në televizion mbrëm e potencoj vetë. Deputetët e BDI-s kanë është mirë me thon se nuk u realizua komplet provimin e gjuhën shqipe jurisprudencës, sepse nuk po tingëllon mirë. Më falë zoti Shabani, sekretari organizativ i juaj, nuk po tingëllon mirë, me thonë se i keni 8 provime në gjuhën shqipe, 2 provime në gjuhën maqedone, edhe me thonë student të nderuar, u kry puna. U kry puna. Provimi i jurisprudencës. Është shqip? Është në gjuhën shqipe. Po është qesharoke. Jo, s'është qesharoke. Kërkoj falje, po është qesharoke konstatimi.
konstatimi, ajo është problemi teknik, është në rregull. Nuk është problem teknik. Thueni se nuk është bën. Ju e votut në gjuhë maqedone ligjin një vit pas që në gjuhën shqipe, shumë thjesht është. Nuk është i kompletuar në gjuhën shqipe. Jo. Po tentoni që të krijoni mjerull dhe të shtini në huti studentët. Ky muhabeti. Jo, tentoni të shtini në huti studentët për çështje të cilat lene që nuk i keni zgjedh, po i keni konfirmu me votimin tuaj. Ligji për jurisprudencë është votu në parlament nga deputet të VDI-s një vit pasi që është miratu ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, ai ligj i cili kërkon që ligjet tjera të sinkronizohen me të harmonizohen. Tani zoti Shabani, nëse ndalemi tek programet politike me cilin keni garuar në vitin 2024, në program për çështjen e gjuhës keni precizuar se gjuha shqipe e barabart me gjuhën maqedonase dhe gjuha shqipe do të jetë zyrtare në gjithë shtetin. Dhe tani kur propozoni këtë zgjidhje dhe thoni se kaq mundet, dhe me thoni bie që nuk keni punuar as pak në drejtim të avancimit të çështjes së zyrtarizimit të gjuhës shqipe. Pra, zoti Shabani, nëse ish bë i plot provimi i jurisprudencës, edhe me provimet praktike, me i detyru gjykatat që edhe ato materialet që mungojnë gjuhën shqipe, bën gjuhën shqipe, atëherë kishte pas kuptim edhe bazë kjo që nuk bisedohet këtu ato materiale ju tani po i përshtateni gjendjes aktuale. Pra siç është gjendja, gjejmë një zgjidhje që i përshtat gjendjes. Po ideja është se në program keni premtuar ndryshim të gjendjes. Atë dhe po e bëjmë. Jo, zoti Shabani. Tani ose nuk po kuptohemi, sepse çështja është se ju keni premtuar që do të ndryshojë statusi gjuhës shqipe, por tani nuk po ndryshon, por po përshtatet në bazë, sepse në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe edhe seancat duhet të mbahen në gjuhën shqipe. Nuk është bë kjo në kohën e BDI-s, pse nuk po bëhet as në kohën tuaj? Sa kam unë informacion, janë disa pika të cilat gjenden në gjykatën kushtetuese. Kontestuese apo? Kontestuese. Për cilat ka ankesë edhe zonja Karakamisheva. Të ligjit, nuk e di kush ka ankesë, që janë kontestuese. Edhe vëmëro do po më nej ka ankesa. Pak e rëndësishme është për momentin kjo që për këtë që po dua ta them. Dakor, po dëgjoj. Kemi premtu që po bëjmë avancimin e gjuhës shqipe, dhe atë po bëjmë. Keni premtu gjithashtu edhe për forcim të inspektoratit, por u hoqën kompetencat e inspektoratit. Jo pse janë kompetencat e inspektoratit. Në kompetencat të Ministrisë së Drejtësisë. Nuk është të hekje e kompetencave të inspektoratit. Zoti Shabani, nga organi vetëm juridik, tani është në kompetencat të Ministrisë së Drejtësisë. Ta qartësojmë me reorganizimin e ministrive dhe me sjelljen e ligjit, faktikisht me ndryshimin dhe reorganizimin e inspektorateve, me ligjin për mbikëqyrje inspektuese, të cilën edhe deputetët e BDI-s e kanë votu. E keni votu. Ka stenograme dhe ka detaje dhe ka dhëna, sidoqoftë. Inspektorati është fut në ombrellën e Ministrisë Drejtësisë. Mirë po, pasi që bisedohet për komplet natyrë tjetër të inspektoratit, për dallim prej inspektorateve të tjera, siç është inspektorati i punës e të tjera, po bëhen tentativa dhe po arrim dakordsi që ky inspektorat të futet në ombrellën e agjencionit për gjuhë. Po, nga dy institucione. Nga i pavarur dul në ombrellën e ministrisë, ta dul në ombrellën e agjencionit. Parasysh. Jo, e bën pamundshmën për me nal këtë proces BDI-a, e bën të pamundshmën, e bën të çamet disa detaje tjera sa i përket inspektoratit. Po dhe për inspektoratin po volim që ishte i pavarur, edhe që ju e bët pamundshmën, për inspektoratin i cili ishte kontrollën e Ministrisë së Drejtësisë. I cili në periudhë prej e tash po bëni atë pamundshmën prej Ministrisë me kalon në agjencion, po. Më lejoni ta mbaroj. Se në ombrellën e cilit institucion do të gjendet inspektorati do ta shohë. Kompetencat e vet inspektoratit. Sot kur po flasim është në ministrinë. Një sekond, vetëm ta mbaroj jo mendimin, po t'ua tregoj realitetin se si është. Po, patjetër. Realiteti është ky. Në periudhën prej 4-5 viteve sa u thiqe prej formimit të këtij inspektorati deri pas vitit 2019, 6 vite. Okej, 6 vite. Ky inspektorat ka kryer diku rreth 300 inspektime.
në periudhë një vjeçare. E di pse e them një vjeçare, pasi që gati një vit ky inspektorat ishte kushtimisht thënë Drejtori i këtij inspektorat ka thënë që nuk kanë vetura, nuk kanë paga, absolutisht po. Mirë po është një situatë që edhe u trashëgu, po nuk ka lidhje, po dua të them diçka tjetër. Në periudhë merreni për 2 vite, merreni për 2 vite. Ky inspektorat ka kryer 170 inspektime që i bjen shumë më tepër nëse marrim me përqindje ka kryer në periudhën kur rrëfiqet prej Vlenit se sa në periudhën kur është udhëhequr nga vetë BDI. Edhe një herë t'i kthehem asaj, ka disa iniciativa, një numër shumë i madh iniciativave për mos respektim të gjuhës shqipe janë pikërisht në institucioneve të cilët kanë qenë të udhëhequr ndaj shqiptarëve, konkretisht nga kuadrot e BDI-s. Po, dakor. Tani dhe prej atyve një iniciativë e cila ka mbaruar me vendim të gjykatës, edhe një herë potencoj e dini për cilën funksioner të BDI-s është. Mirë, për çështjen e inspektoratit besoj që u diskutua mjaftueshëm, kalojmë tek tema tjetër. Në vitin 2024 në fushat, koalicioni Vlen ka thënë që me ardhjen në pushtet të Vlenit, sëmundja e madhe e bigjozit dhe llotarisë do të marrë fund. Si do të ndaloni zoti Shabani derisa në propozim ligj që është në kuvend nuk figuron mbyllja totale e kazinove, por është një opcion ose një mundësi për largim, propozim pra për largim 500 metra prej objekteve shkollore. Nga premtimi se do të mbyllen, sepse ky nuk ka qenë vetëm premtim i shkruar në program, por ka qenë diçka që e kemi dëgjuar në secilin takim të eksponentëve të koalicion Vlen me qytetarët që me ardhjen e Vlenit në pushtet, kazinat do të mbyllen në tërësi. Me ardhjen e Vlenit në pushtet, fillon etapa e mbylljes kazinove. Faktikisht me sjelljen e këtij ligji detyrohen kazinot të largohen së paku 500 metra nga objektet shkollore. Sigurisht që ka dallim, mirë po është një hap shumë i rëndësishëm drejt fazës finale dhe plus asaj është edhe kufizuar çështja e reklamimit të kompanive të cilet merren me çështjet e kumarit dhe bigjozit, ndërsa sa i përket pjesës elektronike të kushtimisht të kazinove elektronike, janë mendoj se me qindra faqe online të kazinove të cilet tashmë janë të mbyllura, aq më tepër që fillojmë edhe kontrollet të hatashme ndaj kompanive për dhënien e kredive të shpejta. Tani me këto kontrolle kanë rezultuar edhe me mbylljen e një kompanive me 10 pika të saj dhe sigurisht që do të ketë edhe të tjera. Mirë po, prit një efektin e sjelljes së këtij ligji, kur do të shihni që qytetet që dikur me lejen e dikujt që ushtronte po ne jemi në debat qatë ligje keni votu të njëjtin për cilin ishit kundër që ky ishte ligji i Artan Grupit njësoj 500 metra lartë ka qenë edhe ju ishit kategorik kauza kryesore kauza kryesore e Vlenit ka qenë lotaria, kauza kryesore dhe të ktheheni në ligjin e njëjtë, të cilin e propozoi Artan Grupi, për të cilin edhe unë kam qenë kundër në atë kohë, njëse sigurisht që ishit kundër, të ktheheni te ligji i Artan Grupit, mos ma ka marrë mendja. Edhe të ma dëshmoni tash se është e njëjta, jo, të ma dëshmoni ju se 500 metra ka qenë. Edhe në atë kohë, unë kam qenë kundër asaj punë. Edhe zoti Snop që premtimi i juaj ka qenë që do mbyllen kazinot. Që nuk u mbyllën. Le të kaloj ligji, pashifni se çka do të ndodhë, pasi që kemi parasysh hapësirat ku janë të stacionume kazinot. Të definojmë vetëm pak, se është me rëndësi që të kuptojnë edhe qytetarët se çka është ndodhur. U mbyllën të gjitha këto gambling që sojnë online, mbet vetëm një. Çka do me thonë ajo? Ajo do me thonë se ma letën mirën vesh me një se sa me 100. 100 u mbyllën, mbet vetëm një. Pse zotni e latat njëshin online? Pse lat
një gjë e cila është kanceri, edhe unë mendoj se është kanceri shoqërisë tonë. Pse e lat atë online? Unë s'po kuptoj. Pse e lat vetëm një? Se në qoftë se kemi ai njëshi i plotson kërkesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, vetëm dalja është e kontrolluar me një dalje për online. Sa i përket ligjit për lojrat e fortë. Ju e dini se në Maqedoni një kompani e jashtme ka 700 pika, e njëjta në vendin i ka 4 kazino, 4 pika, edhe ato në hotele me 5 yje. Vetëm ta përfundoj. Ne, si shtet, unë kom qenë edhe në atë kohë me këto fjalë, edhe sot, edhe nesër do vazhdoj me këto fjalë dhe i thëmë. Në qoftë se ju keni premtuar, edhe një qytetar si kur unë, që e mendoj, ja ka dhënë votën se ju do i mbyllni kazinot, se kazinot i kanë shkatruar shumë familje, dhe një qytetar e ka dhënë votën që ju do i mbyllni kazinot, ju nuk e keni më atë votë. Për shkak se jo vetëm që është mashtrim epokal, edhe nuk është mashtrim kështu diskret, po është mashtrim klasik kur thoni se do i mbyllni kazinot. Ju kauzën e Vlenit është bazu në Eurovia Lotaria. Edhe ju atë të vetëmën kauzë të cilën e keni pas kundër BDI-s, ju po e bëni njësoj si kur BDI-a e atëhershme. Edhe me ligjin e njëjtë, të cilin unë mire tha tja dhe snopshe, se kisha di që Artan Grubi është maj fort tash për një shpe, se sa që ka qenë kur ka qenë në pushtet. Është, në qoftë se keni thonë që do ndalen, kam votu atëherë që do ndalet kazinoja, as sot nuk e votoj. Madje propozimi i zotit Aziri nga lidhja shqiptare zotit Cela ishte pikërisht se edhe lidhja shqiptare ka një propozim që në hotele me 5 yje të zhvillohet ky aktivitet i lojrave të patit. Unë kisha me thonë edhe një tjetër punë. Ju lutem në qoftë se keni premtuar gjatë kampanjës parazgjedhore se do i mbyllni të gjitha kazinot. Unë e di se nuk mundeni me i mbyll. Po ama, bëni kazino shtetnore. Qitni kazino që ato paret e qytetarëve të cilët i derdhen në për kazino, let i derdhen në shtetin tonë. Bëhet fjalë për një sumë shumë të madhe të parave, e cila shkon në për shtetit të ndryshme të jashtme, si në Austri, si në shtetit të tjera, mos t'i numëroj tashon. Në qoftë se nuk mundeni me i mbyll, do jenë të gjithë të kënaqur qytetarët që 50-100 milion euro të mbeten në Maqedoni e jo të derdhen prej Maqedonisë. Unë vetëm po sugjeroj, kanë propozime interesante, se mund të kishin propozime interesante, nuk do të kishim 700 pikat kazinove vetëm për një kompani, këtyre duhet dikush që ketë vënë leje më para. Edhe ato s'kemi qenë ne. Kjo është shumë e thjeshtë. Po saktë është, më jo pse nuk po i mbyllni? Ja, po tentojmë të bëjmë të pamundurën për ti 500 metra larg shkollave. Për ti rregulluar problemet të cilët vetëm via errore apo toksore. A është e precizuar? Vetëm fal. 500 metra, din sa është? Kështu, me të ecun i ki 2 minuta. A do pse nuk e bën 1 kilometër, bar 4 minuta që të lodhen njerëzit? Ose se bot 5 kilometra. Na prut në shtëpi para deres, pengohen njerëzit edhe hyjnë kazino pa padasje. Propozim ligji i cili nuk kaloj është 500 metra. I BDI-s edhe njësoj copy-paste i juve është 500 metra. Unë vërtet nuk jam vetëm pak, nuk jam thellë në këtë çështje, nuk e njoh mirë këtë çështje. Po pajtohemi që nuk duhet të ketë. Nuk e njoh këtë çështje, vetëm e dini gjë. Saktë di se propozim ligjin, të cilin BDI-ja e ka dhënë, është 500 metra, larg shkollave. Sot, ju po japni të njëjtin propozim ligj. Ju lutem, vazhdojeni, le ta shohin krejt se është ligji i njëjtë. Nuk ka kuni farë dallimi, a në ndërkohë, në kampanjën parazgjedhore, keni thonë se do mbyllim të gjitha kazinot. Dhe me një retorik, prap do filloni tash, po që po i mbyllim krejt. Njësoj sikur po thoni për gjuhën shqipe që e bënëm na. Do ta shohim efektin e ligjit zotri Hasani, po prap po kthehem. Jo, të vazhdojmë zoti Shabani me tema tjera. 2 sekonda. E di se kemi shumë tema, e di që nuk na mjafton koha për të shqelluar gjitha temat, po desha thjesht 1 sekondë të marr. Nuk do ta zgjas shumë. Ajo që është pengesa më e madhe e krejt kësaj situate është pikrisht numri i pikave të kazinove të cilat janë shfaqur në për lokalitetet, e konkretisht në për lokalitetet shqiptare, e për të cilat dikush ka dhënë leje. E kjo është fatkeqësi dhe për momentin është hipokrizi.
Mirë, zoti Asani, ju me që vini nga Kumanova, e keni parë që 2 ditët e fundit, koalicioni Vlen ka akuzuar BDI-n për zyrtarizimin e gjuhës sërbe në Kumanova. Për çka bëhet fjalë në këtë situatë? Sepse kishte një pres konferencë koalicioni Vlen dhe akuzat e tyre janë të përditshme mbi këtë temë se BDI pas ka zyrtarizuar gjuhën sërbe në qytetin e Kumanovës diku ndoshta në vitin 2011 saktësisht nëse nuk jam gabim. 2010-2011. Po. Po pse në Gostivar u zyrtarizua gjuha turke? Për shkak të numrave. Po. Për shkak të numrave. Një gjë mu që po më shqetëson edhe ma tutje edhe ma tepër. Dhe është shumë shqetësuese. Se kjo është e drejtë kushtetuese. Ne nuk mundemi të shitemi demagog me ato duke thënë se po e respektojmë kushtetutën vetëm për shqiptarët, as po e respektojmë për tjerët etnitete. Të jemi objektiv, 20% mbi 20% janë, në atë komunë, ka mbi 20% turqë, ku ishte në Gostivar, legalizohet, lejohet, se dia janë mbi 20 as janë, po që ka pasur ndoshta edhe vullneti i mirë ka qenë kryetarit komunës që ta legalizojë gjuhën turke. Është e drejtë kushtetuese të cilën kërkush s'mund me ta mohu as ty as mu. Edhe ne nuk mund të vazhdojmë me demagogji klasike duke thënë se ta shifrët që të defokusohet opinioni se ka shumë skandale një përmbi një, duke thënë se edhe kryeministri deli thotë shqetësueshëm me përbuzi, thot gazetarit, që me marrë vesh. E një marrë vesh për provimin e korrespondencës. Shka morët vesh? Asgjë. Me një përbuzje. Dhe për të dalë për asaj përbuzje, tash mundohemi ne të gërmim retrograda qenja 20 vjetë e fundit, edhe të nxjerrim dosje nga fjokët, që të mundemi të arsyetojmë, respektivisht të bëjmë një kontrabalans të këtij hapësinës mediatike. Ta dëgjojmë zotin Shabani. Zoti Shabani, me që kështu po e minimizon, ose të paktën po e sqaron zoti Asani, pse u bë me aq pompozitet, sepse lajmërimi kur u dha që koalicioni Vlen organizon preskonferencë, disa orë më parë u paralajmërua që do të publikohet një mega skandal që ka bë BDI. Pra nëse është kaq sepse sa herë që BDI po tenton që të njollos punën e Vlen dhe po hap tema të ndryshme, si për shembull, tubimin e afër 50 personave në Kumanov gjatë pritjes më 22 maj, po. Të kryetarit të presidentit sërb Aleksandar Vučić, po. Sërb, po del që para shumë kohësh ato kanë qenë shumë më të mirë për komunitetin sërb atje. Nuk kam asnjë problem për përdorimin e gjuhëve të gjitha komuniteteve, sinqerisht. Mirë po, sepse e cilësuar skandal, po. Po skandal është nga vetë fakti që po tentohet të krijohet në një farë narrativi të përkrahjes së Vlenit, ku ta di unë se çka, nga ana tjetër janë vetë ata të cilët gjatë gjithë qeverisjes së tyre kanë qenë ngushtë të lidhur me eksponent të Serbisë, edhe kushtimisht thënë edhe kësi lloj rastesh, nga ana tjetër po tregohen shumë përkrahës për problemet të cilet i kanë shkaktuar vetë saj në rastin konkret për çështjen e problemit. Mirë, se jemi krejt në fund. Në bazë vetëm duhet të përmbyllin, në bazë të ligjit për pushtetin lokal. Në qoftë se janë mbi 5% komuniteti ka të drejtë që ta përdor gjuhën shqipe në Këshillin Komunal, po ai nuk do të thonë zyrtarizimi i gjuhës të cilën e përdoren ai komunitet. Kështu që mos manipuloni me atë gjë e cila është e thjeshtë, e kiti në ligj për pushtet. Manipuloni ju me opinionin kur tentoni të një ligj për pushtet lokal. 30 personave në Kumanov të na ngjeshni neve, e nga ana tjetër po harroni. Çka u bë me atë në Kumanov, me qemin Kumanov, çka u bë me policin
A e ne dënutat krijojmë, policin, a e nxjerrët për punë që e oportunitete. përbuzi i flamurin shqiptar, Ne po ose e krijojmë- la të njëjtin policë që të vazhdojnë në Ne po punë. krijojmë oportunitete. O, mos e kam shumë me fol për Kumanovën, më fal, po nuk po krijojmë du me fol. oportunitete me Shqipërinë e juve po ju tangon një farë situate të cilën ju vetë po e paramendoni me rastin e një tubimi që as 30 persona nuk ishin gjatë pritjes. Mirë, ju si kundërpërgjigjen ndaj këtij tubimi, Është- tha që e ka organizu miku i zotit Osmani. Pa tjetër që po, janë fakte të dokumentuara këto me fotografi dhe video, s'kam që ka shtema tepër. Mes tjerash, koalicioni, në fakt BDI, akuzon Vlenin se po e dua troket mos batimin e gjuhës. E dini për kë bëhet fjalë? Paraqitjen e zotit Azir Aliu, teksa promovohet një tabelë në një institucion të caktuar, aty nuk figuron askund gjuha shqipe dhe zoti Aliu do troket për këtë çështje. Shifeni, janë çështje të cilët edhe ne në parti po i hetojmë, po e analizojmë dhe aty ku shohim defekte po intervenohet për t'i eliminu me njëherë. Çka konkretisht? Për çka konkretisht? Bisedohet, duhet të komunikoni lirisht me Ministrin e Shëndetësisë zotri Azir Aliun dhe ai po asqaron në mënyrë të detajume dhe strikte. Po edhe njëherë po e potencoj. Ne tentojmë që në maksimum të respektojmë gjuhën shqipe në për institucione, aq më tepër po e potencoj disa herë me radhë që po tentojmë dhe po japim maksimumin që ta avansojmë përdorimin e gjuhës shqipe në për institucione. Vetë fakti i provimit qyrispodencës dhe i mbi 50 provimeve të tjera të cilët në kohën që do të vinë të ardhmen shumë të afërt do të bëhen gjuhën shqipe. Nuk është kurrë tabela në gjuhën vetëm maqedone që i duhet tregtitet në një institucion, po është problem edhe më i madh, se këto po thonë që s'është kurrë ajo. Është problem edhe më i madh se në atë institucion ka për momentin të punësuar 50 maqedonës tash aktualisht, prej të cilëve shqiptar mund mi numëru ngishta 2-3 që janë të punësuar. Në atë institucion në të cilin duhet trokit ministri në një tabelë në cili është në gjuhën maqedone. Për fat të keq, dhe është fakt shqetësues. Pra më e dhëmshme dhe fakt shqetësues. Në qoftë se ministri i shëndetësisë e vëren se është gabim teknik, ai duhet brenda ditës ta ndrojë tabelë. Dhe të dalë dhe të thojë, të na tregojë të gjithëve se po, gabim teknik ka qenë, për inati e ka bëu ndonjë prej administratës këtë punë, po nuk është që 3 ditë kërkon ministri që të thojë tabela është në gjuhën shqipe, është edhe në gjuhën shqipe. Unë atë pres. Po nuk është aty problemi, cilët ne kemi pas tabelet në për krejt rrugët, highway, në për këto autoputet, autorrugët, autostradët e Maqedonisë, në gjuhën, në 3 gjuhë, u zgju drejtori Kocevski dhe ministri Nikolovski parashtrova në pyetje. Kush ta ka dhënë atë drejt me parat e të timpaguzëve të ndrojsh krejt tabelet i bësh në gjuhën maqedone ta fshish gjuhën shqipe prej aty. Nuk është qesharake të mbrohet një gjë, si kur një tabel në një institucion, kur ti kretë Maqedonin, e ke deshqiptarizu, kretë tabelet gjithandej, i ki deshqiptarizu. Tash isha unë në Sicili, dhe i pashar breshet i Italis, ende në qytetin e vetë, kretë rrugët janë në gjuhën shqipe. Kërkujt nuk i pengojnë tabelet e rrugës, përveç Maqedonasve, të cilët i ndrojnë tabelet, a pushtetarët tanë nuk e kanë kapacitetin që ta mbrojnë atë. S'ka pas nevojë të shkoni deri në Itali, shkoni deri në Kosovë, keni shembullin më konkret se si Kosovë janë për ditë, më falon, në Kosovë shkret për ditë. Për Kosovë më shumë kallëzo, Kosovë e Shqipënia unë shkret për ditë. Shive, mere ato listën prej MVR-s, lajmëroj ministri, të tregonin e për çdo ditë e dalë në Kosovë shkoj. Nuk ju tregoj unë, ju tregojnë faktet, tabelat, mënyra se si zgjidhet, se po si ndëshmosh tu që ti kanë ndru tabelet. Më fal, a pajtohesh me konstatimin se i kemi ndru krejt tabelet edhe kemi hek gjuhën shqipe? Nuk bisedohet për jo. Në Maqedoni? Absolutisht jo. Fal, këtu jemi atëherë kjo është demagogji. Jemi krejt në fakt. Absolutisht jo. është demagogji. Jo, zotri Shabani, kjo është demagogji kur i shohim të gjithë qytetarët se krejt tabelet të cilët kanë qenë edhe në gjuhën shqipe është e barabartë me gjuhën maqedone dhe disa herë nëpër kampanja dilni e thoni
e prum gjuhën shqipe, e bëm kështu, e bëm ashtu, në fakt realiteti është komplet ndryshe. E përfundum këtë debat për çështjen e gjuhës e mbyllëm për të kalu se jemi krejt në pjesën e fundit, sa i përket projekteve infrastrukturore, zoti Shabani, rrugat e to Prizren edhe autostrada Shkup-Llac. Për autostradën Shkup-Llac, procesi ankimimit tani më ka përfunduar, të gjitha ankesat të cilat kanë qenë deponuara në Komisionin e Shkallës 2 për furnizime publike janë të hedhura poshtë dhe pritet tani së shpejti që të dilet dhe të fillohen punimet në terren. Ndryshimet kushtetuese, heqja e 20%-shit, kur janë diskutuar për herë të fundit? Do të shohim se si do të jenë dinamikat, faktikisht tash me propozimin e fundit i cili ka ardhur, propozimi franko-gjerman i cili thotë se procesi i integrimit do të zhvillohet në etapa, po krijon hapësira për diskutime më të mëdhaja dhe për gjetjen e zgjidhjeve më konkrete, jo vetëm për këto çështje, por edhe për çështje tjera, të cilat i tangojnë Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në përgjithësi edhe shqiptarët. Jeni optimist që ndryshimet kushtetuese mund të ndodhen me këtë përbërje? Është mirë me na pyet neve për ndryshimet kushtetuese, kena shkafolim se me i pyet këta s'kan shkafolim për ndryshimet kushtetuese. Se ja ka nis më për 3 muaj, për 6 muaj, për 1 vjet, për 2 vjet. Tash u dorzun edhe thanë, kujt, tash pendrojmë strategjinë. Nuk bëhet kjo folim tjetër, s'bëhet kjo. Jo, derisa kanë diskutuar në kuvend. Mirë është mos me i pyet se është u harxhumo kjo puna e çështjeve të ndryshimeve kushtetuese. Ne Blanko, sot po a jap votën për ndryshime kushtetuese, si BDI unë e di se të gjithë ne kemi pro front evropian. Gjithë shqiptarët realisht. Gjithë shqiptarët japin. Edhe mendoj se edhe Vleni e ka mehanizmin për të kushtëzuar. Si ashtu? E ka mehanizmin pse? Përmes cilit mehanizmi? Po se kanë atë padenter s'kan? Nuk mund. Po vlerëson me dalën nga qeveria sepse koalicioni vlen thonë me dalën e prej qeverisë BDI-ja çndron te dera me njëherë futet në qeveri. Tash aty nuk e dim na futemi as futemi. Po e kanë atë mehanizmin. E kanë atë mehanizmin për me i thonë nuk vazhdojmë pa ndryshime kushtetuese. Se na thanë një herë 3 muaj, thanë edhe një herë 6 muaj. Fundit Arben Taravari arsyetimi për daljen nga qeveria thotë se nuk ka ndryshime kushtetuese po dal. Jo, shumë i bashut aty arsyetimi. Çka t'ju them? Dakor, nëse në rregull, edhe një gjë tjetër. Edhe çështja mos u lodhni me i pyet be vëlla për rrugën Shkup-Llace. Nuk ja bojnë. Nuk e bënën rrugën e Kaçanikut, që këto e vogël që është. Copa i bënën veturët në atë rrugë. 2 kilometrat e cilit janë të gatshme. E pse s'u bën? 2 kilometrat janë të gatshme. Apo? Ato 2 kilometra nuk i kanë lëshu. Nuk i kanë lëshu. Nuk mujnë me lëshu këta. E kam pyetur edhe Nikolovskën, më ka thonë përfundon dikun keq po përfundoi ka rruga. Bash aty është qarkorja. Nuk është një jeti për mu lidh me i lidh shqiptarët, ashtu sikur që ka qenë jeti. Edhe koridoritet është tu banalizu dhe tu përbuz komplet ky projekt. Në base një moment tjetër do të bisedoj për atë çështje sepse jemi keq në fund, kryeministri paralajmëroi që mund të ndodhen zgjedhjet e parakohshme shumë shpejt. Po, në rregull është, ne kemi thonë, ne sot me në thonë që në zgjedhjet parakohshme ne jemi të gatshëm për medalë. Një gjë e cila u dëshmoi edhe në zgjedhjet e fundit me numra, edhe në zgjedhjet lokale me numra. Bashkimi i koalicionit vlen në subjekt të vetëm politike vështirëson garën politike për BDI? Unë po e shoh në sferën më të gjanë. Është pozitive bashkimi i Vlenit në aspektin kombëtar. Jo në aspektin se në fund të ditës në fund të ditës ne do i shohim me këtë fytyrë do dalim para fëmijëve tonë, edhe para niprave tonë, edhe do të shënohemi në histori se kush çka ka bë në këtë periudhë në të cilën ka qenë. Bashkimi i Vlenit i uroj që të rrinë bashk, edhe i uroj që të mos rrinë urt. Po të rebelohen për shkak se kanë pozicione për të lëviz. Dhe unë jam shumë i shqetësuar se shumë urt janë të nejtë në krahasim me partnerin e koalicionit. Zoti Shabani, anketat e fundit i keni pa. Në disa anketat do thotë ka rezultate të ndryshme, por megjithatë vlerësoni tashmë me konsolidimin si një subjekt vlen do të jetë fuqia kryesore politike e shqiptarëve në Maqedoni? Vlen edhe është fuqia kryesore politike e shqiptarëve në Maqedoni.
e dëshmuam edhe në zgjedhjet lokale, fituam 10 komuna, dëshmi më e madhe se kjo nuk besoj që ka sa i përket zgjedhjeve lokale. A pajtoni me kryeministrin se duhet të shkohet në zgjedhjet të parakohshme? Unë atë që mund të them për momentin është pikrisht ajo që partitë politike funksionojnë dhe përgatiten dita ditës dhe në vazhdimsi për zgjedhje, sepse ajo është në realitet matësi më i mirë se si ato e kanë faktikisht situatën në terren dhe anketa më e mirë e cila mund të ekzistojë janë vetë zgjedhjet, e potencova zgjedhjet e fundit para pak muajsh kushtimisht tënë, ja përmendet ju 6 muaj, treguan një situatë komplet në favor të Vlenit, atëherë në kohë kur ende Vleni nuk ishte i bashkuar në një parti politike, ndërsa anketa e fundit pas bashkimit të Vlenit në një parti politike, po tregon të dhëna që jemi para BDI-s. Irelevante kjo, prapë po them, anketa më e mirë janë populli ai i cili del dhe u jep përkrahjen partive politike në zgjedhjet, kurdo që të mbahen ato, Vleni është i gatshëm dhe jo vetëm që është i gatshëm, po edhe do të korë suksesin e radhës dhe fitoren e radhës kundrejt të BDI-s. Këtu e përmbyllim. Faleminderit zoti Asadi për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Faleminderit. Unë ta përmbyll, po mendoj mos më dal në debat me të Vlenit edhe më tutje, për shkak se vërtet fjala ime kundër fjalës tënde, po shkon debati duke thonë se kjo e bardhë është e zezë. Dhe mu kjo po më shqetëson. Mirë po, megjithatë debatet janë hapësira të ku ballafaqohen edhe akuzat edhe kundër akuzat. Kur të thotë se kjo është e bardha është e zezë, e zeza është e bardhë, dhe ditë më shumë po e shoh se nuk ka... Po vetëm përmes kësaj çësje qytetarët vlerësojnë qartë dhe drejt, sepse nëse nuk ka pjesëmarrje në debate, atëherë do të jetë e vështirë edhe vlerësimi që bëhet nga qytetarët. Prej pozicionit ku gjendet BDI-ja, sinqerisht më duket se ju kanë terru syt dhe gjithçka po ju duket e zezë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit zoti Shabani, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, faleminderit për kohën tuaj dhe vëmendjen deri në takimet tona të radhës. Mirëmbëngjes.